shqiptarët. Dhe është më se normale që nga një vit në vitin tjetër një popull që punon pavarësisht vështirësive do të progredoj sepse askush nuk punon për të regreduar për të shkuar prapa. Kështu që këto suksese që i jepen dhe paraqiten janë merit e këtij populli që e ka të qartë qëllimin e vet drejt integrimit evropian. Pra janë dy qëllime. E para shprehja e Bashkimit Evropian që nuk ka asnjë lodhje, thjesht kush e meriton, dhe e dyta e vlerësimi i përpjekjeve të shqiptarëve. Tu tani kemi një ndarje vullnetesh. Kemi një vullnet të qartë të shqiptarëve për integrimin në Evropë dhe një mungesë, pra kemi dy ritme. Ritmi i qeverisë dhe i popullit shqiptar. Dhe këtu duhet shohim edhe problemin. Çfarë interesit ka një klasë politike sunduese e cila nuk gjendet shumë mirë, madje përkundazi ndjet e kërcënuar nga transparenca që nënkupton dhe që sjell me vete integrimin evropian. Kështu që pse janë shumë elementë që çojnë të pikë dhe në këtë koncept? Sepse në çdo moment që ne kemi një përafrim me Bashkimin Evropian, sepse tazam ajo ideja që jemi kampion ose diçka, kjo bie, ne lëvdojmë me vendin e fundit. Vetëm dy vende që nuk kanë probleme politike janë në proces. Malezi dhe Shqipëria. Cili është i fundit në këto dy vende? Shqipëria. Të gjitha vendet e tjera, Bosnia, Kosova, Serbia, Macedonia, nuk kanë probleme teknike, i kanë politike dhe geopolitike. Dhe, pikërisht, ky është problemi. Çfarë ndodh në momentin që ne shkputemi dhe fillojmë të marrim afrimin me procesin e mirëfillt teknik, ne shpikim, ne jo, shqiptarët jo, por qeveria shpik probleme politike ose geopolitike. I pari ishte atashimi artificial me Maqedoninë, që nuk kishte asnjë lloj arsyet se si të vëzohen shtetet. Po mirë, u dojgjëm, domethënë, ose e pam që nuk funksionoi ky tufzim. Kërkuam tufzim të dytë me Serbi. Kur argument 2024, unë kam qenë dëshmitar i këtij atashimit artificial që sapo u paraqit përmes letrës Vučić-Rama në një forum të Budapestit, që ishte shumë interesant dhe shokuese. Përfaqësuesit e Shqipërisë filluan të artikulojnë idenë që ne nuk duhet të kërkojmë integrimin e plot, por integrimin e pjeshëm. Ndërkohë, zëvendësor ministri i Malit Zi i binte tavolinës duke thënë ne meritojmë të hyjmë sa më shpejt dhe pa vonesa. Të njëjtën gjë dhe ministri i një nga përfaqësuesit e qeverisë së Maqedonisë Veriut. Kurse qeveria shqiptare kishte sponsorizuar një panel të veçantë me këtë tematikë. Integrimi i ngadalë, o ku diun, i avashtë, nuk e di se si, i pjeshëm, pra që... Me faza. Po, me faza. Dhe ndërkohë që Mali Zi, Macedonia kërkonin me ngulm, edhe Bosnia po ashtu, edhe Hungaria vetë. Dhe shumë interesant, qëndrimi i Hungarisë ishte i tillë, i ministrit jashtëm, ishte i tillë. Ne nuk